Përshëndetje të dashur miq. Sot do të bëj një omelet me kungull dhe me djath kaçkavall. Atëherë, për këtë omelet un kam 2 kunguj, kam 3 kokra vezë, kam 100 gram djath kaçkavall të grirë, djathi sipas dëshirës, kam 2 selpinj me hudhra, krip, piper, rigon dhe vaj. Atëherë, kungujt i kam larë dhe do t'i grim në rende. Do t'i grim tek ana me trash që ka rendja, jo tek ana e hollë. Në këtë mënyrë, nëse keni dëshirë mund t'ja hiqni dhe lëkurën, nëse nuk e preferoni. Na prish punë, nëse keni dëshirë hiqeni, po edhe mund ta lëni. Unë nuk e kam hequr. Atëherë kam grirë kungullin. Kungullin e grim në këtë mënyrë që mos të ketë problem në kohën e gatimit, sepse omeleta nuk është se ha dhe shumë kohë, po themi që të gatuhet, kurse hudrën do ta gri këtu tek ana më e imët që ka rendja. Në këtë mënyrë që të grihet sa më hollë. Kam përdorur 2 thelpi, po është sipas dëshirës. Nëse e keni problem dhe nuk doni të shtoni sasi të madhe, ose se keni qejf, mos e përdorni, por jep një shije goxha të veçantë dhe të mirë. Atëherë kemi grirë hudrën edhe kungullin. Do shtojmë djathin kaçkavall, vezët, do t'i rahim përpara. I rahim mirë. Do t'i shtojmë edhe vezët. Do shtojmë pak rigon. Erëzat janë preferenciale, nëse nuk, kjo është piperi, nëse nuk e keni dëshirë diçka nga këto erëza, atëherë unë mos ta shtoni. Kripa duhet. Atëherë do shtojmë edhe pak krip, por do bëjmë t'i vetë, duke që i gjështuam djathin kaçkavall, por të duam që do na dali edhe shumë e kripur. Këto janë përbërësit, siç e pat, shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë, por ama del jashtëzakonisht shumë e shijshme, ndërsa vajin e kemi për ta përdorur, nuk dua që t'i shtoj brenda, mos ta rëndojmë, do ta përdorim vetëm në tigan. Atëherë vendosim në zjarr një tigan. Do t'i shtojmë pak vaj dhe do ta lëmë të ngrohet vaj dhe do shtojmë përbërësit tanë. E kemi përzirë shumë mirë dhe e kemi gati për ta skuqur. Kam shtuar vaj tek tigani. Pas e vaj ngrohet, i shtojmë përbërësit të gjithë, omeletën tonë e shtojmë në tigan. Do ta hapim mirë. Nuk do t'i shtoj më vaj edhe kur ta kthejmë nga ana tjetër. Atëherë pasi e hapim mirë në tigan, do të vendosim kapakun. Do ta lëmë që të piqet mirë, po themi të skuqet mirë nga njëra anë dhe pastaj do ta kthejmë nga ana tjetër. I heqim kapakun në omeletës, e kontrollojmë me spatull pak nga poshtë, nëse është bën. Them që nga poshtë është gati, do ndihmohemi me pjatë që ta kthejmë nga ana tjetër. Marrim një pjatë më të madhe, se që është ena që neve po skuqim omeletën, do ta kthejmë poshtë dhe përsëri do ta kthejmë tek tigani. E ktheva omeletën nga ana tjetër. Unë e ktheva brenda lavamanit dhe bëni mirë të bëni të njëjtën gjë për mos të kulluar në një vaj ose në një pisllik, edhe bëjmë pis gjithë dynjan pastaj edhe në hapet punë. Më mirë ktheheni brenda lavamanit dhe jeni brenda rregullave, po themi, mos të bëjmë dhe pis.
Atëherë do ta vendosim përsëri, nuk shtova më vaj nga poshtë, nuk ka nevojë sepse kishte i ndyrë mjaftueshëm. Thjesht e ktheva kokë poshtë nga ana tjetër dhe e shtuam përsëri në tigan. Do ta lëm diku te 5 minuta dhe them që është gati. Megjithatë me një spatull mund të ndihmojeni për ta parë nga poshtë se si është, ka marrë ngjyrë apo jo. Atëherë heqim kapakun dhe e kontrollojmë omeletën. Okej. Në kam në rregull, po e thik sobën, do ta lë pak sa të ftohet dhe do ta kthej në pjatancë për ta servirur. Ose nëse keni dëshirë mund ta ndani në pjesë sipas racioneve që doni ta ndani dhe shërbeni copa, sipas dëshirës. Omeleta ka përfunduar, është gati, del jashtëzakonisht shumë e shijshme dhe është shumë e freskët. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.